Me përfundimin e procesit korrje shirjeve, në mullirën e Hasi SHPK, bëjnë të ditur se sezona këtij viti nuk ka qenë shumë e kënaqshme, pasi rreshtet e shiut dhe kushtet atmosferike e kanë dobësuar paksa kualitetin e grurit. Kështu vlerëson Qëndrim Dervishaj, pronar në industrinë e miellit Hasi SHPK. Kanë përfunduar korrjeshirët për vitin 2026, sezona nuk ka qenë shumë e kënaqshme. Fillimisht kanë filluar pak herët kornat, pastaj me kalimin e kohës vazhdon të kornat, por kemi hasë me shi, kemi pas kohë me shi shumë, edhe që ka dobësuar shumë kualitetin e grunit. Ne si fabrikë si vetë kemi pranuar grun shumë më pak se sa sezonave të kaluara, pasi që ne kemi disa rregulla tonat të pranimit të grunit, edhe fatkeqësisht si vetë nuk kemi mujtë me pranu sasitë mjaftueshme të grurit. Ndërkohë, edhe çmimi i grurit për kilogram është një tjetër sfidë për fermerët. Kjo pasi këtë sezon 1 kilogram gruri është përkthyer në vlerë prej 18 centave. Besoj që është ndikur shumë edhe farnat, nuk janë shumë cilësorë, që na shkaktuar shumë probleme me fermer. Plenimi gjithashtu nuk është u bë 3 herë, pasi që ka edhe kosto. Gjithashtu edhe çmimi i grunit ka qenë 18 cent si vjet ka qenë, edhe besoj që nuk është i mjaftueshëm për fermer, por që nuk u varet nga ne. Gruri në këtë ambient pune pranohet nga i gjithë rrafshi i Dugaxhinit dhe i njëjti shfrytëzohet edhe për nevojat e eksportit, por punonjësit e përpunimit kanë edhe një porosi për kultivuesit e grurit. Ne jemi të përballë me një sfidë të kualitetit të grunit, pasi se si fabrikë jemi të eksportuar në disa vende jashtë Kosovës, të Evropës, edhe jemi duke kërkuar grun cilësor. Për atë arsye jemi duke kërkuar edhe nga bujqit që të kujdesen sa më shumë, se interesi është i madh nga ne që të pranojmë grun, por na vjen kualiteti, sepse ne jemi duke është kualiteti ajo që po na mbon si fabrikë. Edhe pasi që jemi në eksport, normalisht e kërkojmë edhe grunin sa më shumë cilësor. Rritja e çmimeve të plehrave artificiale dhe shpenzimet e larta të punimit të tokës, përballë çmimit të ulët me të cilën po blihet gruri si vjet, i ka vendosur fermerët në pozitë të vështirë ekonomike.